Ne kemi veç të vërtetën, ata kanë veç propagandën. Dhe këto fakte dëshmojnë punën tonë edhe atëherë kur ne e thyem murin e njohjeve për Kosovën. Edhe atëherë kur ngritëm Kosovën në pjedestal ndërkombëtar si shtet themelues në bordin e paqes për krah Amerikës. Edhe atëherë kur janë mbyllur dyert Serbisë. Edhe atëherë kur zëri vuajtjeve të Kosovës u dëgjua anën të Kosovës. Edhe atëherë kur mbrojtëm sovranitetin e integritetin territorial me çdo kusht. Asnjëherë duke mos u përkulur para asnjë presioni. Sepse sovraniteti nuk është parull politike sa herë i duhet dikujt për t'u trokitje, por është amaneti më i shenjtë që e kemi nga dëshmorët, që e kemi nga martirët, e sakrifica e një populli të tërë që qëndrojnë në këmbë edhe në kohët më të vështira. Kush do ta kishte imagjinuar para 5 viteve që forca jonë e sigurisë, që ushtria jonë do t'jetë ndër vendet e para në botë, që ftohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta mbrojtur paqen në botë, e që ushtari i Kosovës aftësohet për krah ushtrisë amerikane për të bërë shtet i NATO-s. Për herë të parë pas shumë vitesh, Kosova nuk shihej më në arenën ndërkombëtare vetëm përmes flagëve të së kaluarës, por edhe për sukseset dhe arritjet e saj në arenën ndërkombëtare. Por, siç e keni parë, ka nga ata që nuk i dojnë afër aleatët që e mbrojnë Kosovën. Ka nga ata që ushqehen nga kriza e kaosin në kurriz të shtetit. Ka nga ata që e quajnë veten të pazëvendësueshëm pikërisht duke mbajtur qytetarin peng të frikës e viktimë të linçimeve. Kush do të kishte imagjinuar 27 vjet pas luftës që dikush do të konsiderohet si pengesë vetëm sepse i ka hapur dyert. Të konsiderohesh si pengesë kur flamuri i Kosovës nisi të ngrihej lart në forume botërore ku dikur as nuk naftonin. Pengesë nga ata që nuk e ngrenë dot këtë flamur as brenda forumeve të tyre të brendshme e lëre më në forume ndërkombëtare. Të konsiderojnë si pengesë kur partneriteti me SBA-t u bë më i fortë se kur. Kur BE-ja nisi të heqte masat kundër Kosovës. Kur rruga drejt NATO-s nuk ishte më slogan, por proces reale i mbështetur nga aleati ynë strategjik. Kush do ta kishte imagjinuar se të gjitha këto bëhen pengesë dhe frikë e arsye për blokadë të shtetit tonë dhe zgjedhje të panevojshme. Kush do ta kishte imagjinuar që konsiderohesh pengesë sepse do Kosovën si shtet ku ushtari i Kosovës mbron paqen krah për krah me ushtarin amerikan, e jo si një shtet ku politikanë të caktuar thonë se po të stillit duhet t'i qesim e t'i kërkojmë qira. Një shtet serios nuk i thyen miq. Një shtet serios nuk teston aleatët e lirisë, por punon bashkë me ta në mbrojtje të sovranitetit, integriteti territorial dhe kushtëshmërisë së vendit tonë. Sepse historia jonë na dëshmon se sa herë kemi qenë pranë aleatëve tanë, kemi fituar. E sa herë egoja është vendosur mbi shtetin, kemi paguar çmim të lartë. Pra po e kuptoni tani që ata presidencën e donin si një simbolik, e donin si një hiç, e jo të fortë siç na la amanet presidenti Rugova. Ata e donin presidencën për fjalime, jo për rezultate. Ata e donin presidencën si ineksistente, si një OJC, si një copë letër, e jo si një institucion që e ngrit Kosovën pjedestal para syve të botës.
ata e donin presidencën veç në deklarata, jo në tavolinat të vendimarrjes botërore. Ata e donin duke trokitur në organizata ndërkombëtare, po jo duke ushtruar ndikim në to. Dhe kur Kosova filloi të ngritej lart e më lart, rrugtimi u bë i vështirë e më i vështirë. Dhe për çudi, pengesat nuk vinin vetëm nga armiqt e njohur, por edhe nga miqt e shtirur. Kur Amerika donte të ndihmonte Kosovën për të forcuar pavarësinë e saj energjetike, u sabotuan projekte strategjike dhe si rezultati kësaj sot rëndojnë këto jetën dhe xhepin e qytetarëve. Kur ftohesha në Këshillin e Sigurimit e në samitin e NATO-s, kërkesat më të mëdha për mos pjesëmarrjen time vinin pikërisht nga brenda Kosovës. Dhe kështu duke menduar se më godisnin mua, e godisnin Kosovën. Pra më shumë shpenzim me energji për pengesa e blokada se sa për fitore diplomatike. Dhe atëherë kupton se nuk je përballë një dallimi politik normal. Je përballë frikacakëve. Je përballë frikacakëve të cilët i druhen forcimit të Kosovës. Je përballë frikacakëve të cilët e hedhin burin e fshehin dorën. Je përballë dy mentaliteteve krejt të kundërta. Dy mentalitete krejt të kundërta shtetërore. Njëra që izolon Kosovën e njëra që ja hap Kosovës dyert e botës dhe njëkohësisht mbron sovranitetin e shtetit. Por, ka një gjë që historia e këtij populli na e ka mësuar gjithmonë. Rrugët e mbyllura nga frikacakët gjithmonë hapen nga populli. E është populli që e di të vërtetë.